Pastaj më tregoi rrugës që u vra një protestues Bedri Sokoli, që ka qenë bashkëfshator e afrimit, dhe tha e vrau Jakub Huti, një inspektor që ka qenë ka fshati Bradashi, Llopit. Rezistencë e sipër janë vrarë edhe afrimi dhe Fariu. Kanë ardhur disa shokë të armatosur nga Suareka, Habib Elshani, Adam Kadulli, Ilas Kadulli, Halil Krasniqi, që kanë qenë të armatosur, po nuk kemi mund të afrohemi. Po me 1 nëntor u bën demonstrat bukur e madhe. Filloi në qendër qytetit dhe duke u tërhequr para shkollës teknike u bën një masë e madhe njerëzve, aty kishte dalë edhe afrimi. Unë kam qenë me Fari Fazliun dhe Avni Klinakun, Lavnivi tha, është që mujna protestat mi bo dhe pa dalë. Po afrimi tha, ku mos me dalë, shif sa njerëzit janë këto. Dhe kemi vazhdu pastaj me rrugës, aty fillon në nxënësit nga shkolla të dalin, na bashkohen. Mirë po, e kishin mbyll dyert, fillon të kthehen nga drejtarët. Dhe Fariu ka shku, Fari Fazliu ka shku, ka hap derën, kanë dalë nxënësit. Pastaj ne kemi vazhdu në drejtim të rrugës atëherë, sot Haxhizeka atëherë ka qenë proleteri, dhe duke shku afrimi tha, kam dëshirë të mbaj një fjalë. Tha, po lese, është gjene një vend përshtatshëm, se do të... Dhe atje është një vend shumë i përshtatshëm ku rruga lëshohet poshtë, dhe Selim Mustafa në porositëm, tash Selim Mustafa që është në Hagë, Calin e porositëm që ta thyj dritën në një shtyllë, dhe afrimi mbështetur në shtyllë, është si podium lartë atje, masa ishte poshtë, dhe aty afrimi ka mbajt me 1 nëntor një fjalë. Pastaj kemi lëviz, a kanë sulmu policia dhe janë ndarë në 2 grupe. Unë kam bet me një grupë që në kodrën e trimave jemi të reqë ndej. Grupi tjetër, në këto rrugët ku janë sot rrugë Atër Gjemali Bishe, tash rruga Bajram Vahtiri, dhe jemi bashkuar prapë të Topane. Topane kam taku afrimin, unë mendova që është tërheq mas fjalës, po ai nuk ishte tërheq, dhe takova afrimin, thash është koha që do të tërheqemi, dhe unë e kam shoqëruar me tërheq deri në bazë lartë, ku ka nejtë edhe Hasani dhe Bedri Bllakqori. I bam disa leqe në për rrugica që atëherë e njihnim shumë mirë. Pastaj më tregoi rrugës që u vra një protestues Bedri Sokoli, që ka qenë bashkëfshator e afrimit, dhe tha e vrau Jakub Huti, një inspektor që ka qenë ka fshati Bradashi, Llopit. Kështu që unë kam dërgu afrimin deri afër shtëpisë ku ka qenë duke ndajt bashkë me Hasanin dhe Bedriun dhe Bedri Bllakqori dhe jam kthy në shtëpi. Në të njëjtën natë, Fariu ka pas një tentativë të arrestimit Fariut. Dhe Fariu ka nxjerrë revolin, policia pastaj i është shmang arrestimit. Fariu pastaj është tërheq, ka shku në shtëpinë ku ka nejt afrimi. Të nesërmen, duke di arsye pse kanë dalë, dhe ka shku në banesë të Fariut, dhe sapo janë gjatë ditës, ne kem pas i qëndrim që afrimit mas lëviz, sidomos ditën. Mirë po nuk e di arsyen pse kanë dalë dhe kanë shku në banesë të... Dhe sapo janë fut në banesën e Fariut, pas shumë pak kohësh janë rrethu dhe në rezistencë e sipër janë vrarë dhe afrimi dhe Fariu. Ndërkohë mora një informacion se Ilas Xhetia, ne jemi dënu bashkë, Ilas e kishte taku atë ditë dhe erdhi te unë, më pyeti se afrimi ka qenë, domethënë në maj ka shku ushtar, kurse në shtator ka dezertu prej ushtrisë dhe është nështru jetës fshehtësisë thellë. Dhe Ilas erdhi te unë, tha Dane takova afrimin, thash ku? Domethënë nga Velania. Thash me kë ishte, ishte me një djalë që kishte me patika me puma. Dhe dita që është Fariu më njerë, sepse Fariu gjithmonë ka lëviz rrallë, s'para ka mbath këpuca, dhe gjithmonë me patika. Thash a folë dhe vetëm jemi përshëndet. Kështu. Po në ndërkohë, se kom përcjell Ilazin, ka ardhur një shok tjetër që thotë afrimi Ismail, në fakt se Ismaili dhe Fatmiri do të janë rrethuar në banesë Fatmirit. Edhe më tregon që do thotë që e kisha ta shonë informatën. Punën e parë kam dalë kam pa bazën ku ka qenë afrimi. Edhe kam shku.
sepse ka mujt me vrejt prej distancës, se ka qenë kodër ajo shtëpi, dhe shkova atje, takova San Ramadona dhe Bedriun, thash, Ismaili, kur ka dalë? Tha ka dalë sot, mbram ka ardhur një shok, tha që kam bisedu, s'dim që kam bisedu, po kur dashni me shkuaj, Afrimi tha pret se nuk po të la vetë, Afrimi ka pas një armë Uzi, Fariu ka pas një armë revole Valter, edhe San Ramadona dhe Bedriu kanë qenë të armatusur, njëni me një automatik Uzi i gjatë, thashëm, Hasani ka pas një Kalashnikov, dhe unë e thashe ju do të tërhiqeni për këto, sepse kemi informacion që ata janë rrethu po luftojnë, dhe unë kam pas një takim të këtë shërbimit të Tokbashja me një veprimtar që është Isa Berisha nga Majoci, ata janë njoftë. Thash ti do të shkosh të takosh Isën dhe Isa ju gjeni një bazë sot, këto mos rreni më. Unë jam përpjek pastaj të shkoj Kabregu i Diellit, do thotë për të pa, mirë po ka qenë e pamundshme. Kanë ardhur disa shok të armatusur nga Suareka, Habib Elshani, Adam Kadolli, Ilas Kadolli, Halil Krasniqi, që kanë qenë të armatusur, po nuk kemi mund të afrohemi. U mundum pastaj këtë demonstrata filloi në orë 18 edhe me demonstratë që me masë që të depërtojmë, po ka qenë thujse e pamundur që të afrohesh afër Bregut Diellit, pastaj e marrëm informatën që janë vrarë. Fillimisht nuk dije, po ne praktikisht e dinim. Unë e dija se është fjala për Afrimin dhe Fariun, dhe pastaj të nesërmen e mori lajme dhe që është vrarë Afrimi Shtia dhe Fari Fazliu. Po dhanë lajme për vrasjen e tyre ka qenë tronditës, sepse ne gjithmonë kemi pas shembuj të veprimtarëve tjerë të cilët janë vrarë, po jo veprimtar shok tanë dashafërt. Pastaj edhe Fadili vdeq, një pjesë u largu Bardhel Mahmuti, u largu Avni Klinaku, u largu dhe disa për shkak që ndiheshin të rrezikum.